Në qarkun e Gjirokastrës, këtë vit janë kultivuar rreth 1100 hektar tokë me misër. Specialistët e bujqësisë theksojnë se kjo është një periudhë delikate për këtë kulturë që kërkon monitorim dhe kujdes të vazhdueshëm nga fermerët. Gjirokastra është një zonë intensive e kultivimit të misrit, është periudha determinante për përcaktimin e ku hidhen bazat për marrjen e një prodhimi të mirë, pothuajse është po ajo zonë intensive e kultivimit të misrit, zona e Dropullit dhe Libohovës, ndërsa në gjithë territorin tjetër sipërfaqet janë të kufizuara, pra pothuajse janë ato shifra. Bineri apelon që fermerët të jenë të vëmendshëm në të gjitha etapat e zhvillimit të bimës, duke vijuar me masat e duhura të kujdesit dhe trajtimit. Duke ndjekur dhe parametrat klimatik, temperaturën në rreshjet, kërkohet një monitorim i vazhdueshëm. Tani është periudha që duhet të kryhet gjitha proceset e tjera, shkriftimet, ndjekja e curisë fitosanitare, pasi tani dëmtimet janë shumë të mëdha në rast se një insekt, një dëmtues shfaqet, ndërsa për problemin e ujitjes tani është një periudhë e qetë për kulturën e misrit, pasi edhe temperaturat dhe ato pak rreshje që kanë rënë, pasi rreshjet kanë qenë vazhdueshme, por me sasira jo të konsiderueshme, pra situata është optimale, regjimi ujor. Në rang qarku, kultivimi i misrit përfshihet në aktivitetin e rreth 20 fermerëve të mëdhenj dhe 60 fermerëve të vegjël, pavarësisht interesit të qëndrueshëm. Në 5 vitet e fundit sipërfaqet e tokës së mbjellë me misër kanë mbetur thuajse të pandryshuara.